Mirëmëngjes të dashur peshqi, do bëjmë një mesazh për ju dhe shikoni mesazhin e juaj është 7 shkopive. Me një fjalë pasqyrohet kjo letër rezistencë, të rezistoni, çfarë duhet, pse është nevoja për të rezistuar. Të dashur peshqi, kjo është një letër ku shfaqet kur jeni në një pozitë që duhet të mbrohesh, arsyetohesh, konkurrencë, tani për vlerat e tua, për atë çfarë beson, si doja bësh, çfarë po mendon, pse, sikur diçka po arsyetohesh apo është për një rezistencë. Dhe tregon po përballesh me këndvështrime, xhelozi apo konkurrencë që sfidon vendin apo identitetin e juaj, kur të pyetje po pse e bë, si e mendon, ç'a mend e bëre, këto gjëra, sikur po ndjen një nevojë të arsyetohesh për çfarëdo që të jetë të dashur peshqi. Mund të ndihesh sikur je në vëzhgim, si në Big Brother, por shikon dikush kush çfarë po ndodh, është dhe ajo, dhe është një ndjenjë jo fort e këndshme. Sikur dikush është apo duhet të justifikoheni pse është aty ku është, por nuk e pse të kërkosh leje nga tjerët apo dhe kështu gjëra për të arsyetuar, nuk e nevojë asnjërit. Je duke luftuar për një vizion, për çfarëdo që është ajo, dhe nëse ju e besoni mjafton. Nuk kam nevojë të kuptoj unë ju apo dikush tjetër të dashur, mjafton të jeni ju të bindur në atë që dëshironi, nga që është për veten e juaj. Është koha të mos tërhiqesh absolutisht për të qenë të pranueshëm për të tjerët. Mos të tërhiqeni, qëndrojnë të patundur. As mos lejo opinione apo forca të jashtme të bëjnë të dyshosh tek vetja juaj. Je këtu kudo që je, me mund, me djers, me sakrifica, ke arritur çfarëdo që të jetë dhe vazhdo të qëndrosh aty. Qëndro, nga që jeni më të fortë se ca që mendojnë apo ju dinë dhe të tjerë të dashur peshqi. Këtë mos e harroni.